Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Mirëmëngjesi, sepse ftuara ime tha unë vdesta pas tartufit, tartufi tha shko me të shërby, por këto pasta do t'i dekorojmë në fund edhe me pak suxhuk gjakove, o zë çfarë suxhuku i mirë, o zë çfarë arome, Ja pra. Dhe Zilja, erdhi Mira, për shkoj po e hapim derën me njëherë. Mirë se na kjo ardhë shoqja ime dashur Mira Pogaci. Mirë se gjeta Ana Rustemi. E kemi eksperte ekonomie. Ti je një gatimgjesh, themi ne nga në tona. Shumë e dëgjova. Valla ja fusë shikus. Ja fusë në kanjerë. Shoqe. Po mendoj që shumë lezet i ka dhënë dhe mënyra se ti e ke prerë, e ke serviru, që e ke bët vogël, pak... Bravo. Ne i themi kërcë. Mirëmëngjesi shikues, ka doqë më randisni këto momente, për shpresën që jeni më smirin botë dhe e keni shuar Klan Kosovën dhe për ndishni shijen e anës shikues. Gjithë ju që jeni diaspor ka do në botë, Maqedoni, Shqipëri, etjere, e keni veç një televizor në shpe, në ndishni live në kanalin tonë zyrtar në YouTube Shija Anës. Dhe subscribe, krejt ju që nuk e keni bë ende subscribe kanalin tonë në YouTube, juftoj nga zemra, e keni papages, edhe pastaj ju vinë zile kështu të leta që një recetë e re nga Shija Anës. Në shpresën që jeni mirë, kur vjen pranvera, gjithë jemi mirë, po afrojmë kështu edhe me stinën tjetër më të bukur të jetës, të vitit vera. Dikush veç ka fillu me shku në Bregdet, dikush i ka bu planet më vonë, s'ka lidhje, me rëndësi me shku në deti edhe me marrë reze djeli vitaminën D shikues. Tulipan Flower Shop sot na e ka zbukuru emisionin me këto lule që kur në jetë nuk isha dëgju për to. Dhe janë pikërisht të lulet e pranverës dhe emrin e kanë harrova. Po shkoj marrë telefonin se ma kanë shkru. Atëherë, telefonin e mora se i pyta vajzat si quen këto lule, tanë që janë lulet e pranverës, ju thash dhe i gjejmë në muajin maj dhe qershor, dhe quen Narcisus, dhe janë simboli i pranverës së bukur shikues, pranverë të gjithë ne lullzojmë. Sot, si gjithnjë, kam një të ftuar tjetër të jetë speciale, por para se të flasim për të ftuar, dua t'ju përshëndes juve që çdo të diel jeni me Shijen e Anës, dhe dua me përshëndet Ciao Bertën që si gjithnjë 4 vite i mbushën bashka, si gjithnjë është me Shijen e Anës. Krejt ju që keni marrë në Kosovë, kado që jeni në diaspor, dhe keni marrë së shpejti, do të bëni renovime, keni ble banesa për shtëpi, për hajri ju koft, e janë Ciao Berto, made in Kosova, dhe mobilojeni shtëpinë e juaj prej as deri në zh, duke shfrytzuar edhe kodin Shija e Anës, ku fitoni automatikisht ulje prej 10%. Du i falendru produktit më të mira italiane, ku sot do të gatuajmë nga rrov, falo kemi tipin e pastave rigatoni, dhe do të përdorim salsën e tartufit nga Tigullio. Ja, me njerë do t'i nxjerri pastat shikues. Ja, do të marim këtu rigatonin nga marketi im, dhe do të marim salsën nga Tigullio, që ka gjatin ricotta, kemi tartufin dhe kemi piperin e zi. Sepse ftuara ime tha unë vdesta pas tartufit, tartufi tha shko me të shërby, por këto pasta do t'i dekorojmë në fund edhe me pak suxhuk gjakove, o zë çfarë suxhuku i mirë. Uji Tepelen shikues, uji më i mirë shqiptar,
Si gjithnjë, edhe sot do të pim ujë të pelem dhe langun italian me 100% fruta, pashtesa, sheqeri, Santal. Dhe du me falenderu Jana Isufin për këtë grim që ma ka bo shumë moti, po mirë po më qëndron, dhe Dashi Krasniqi nga Le Estetik Prishtin që mi kanë frenat penirat. Këtë sa bukur. Thjesht dhe bukur. E tani shikues është momenti që të flasim pak për të ftuarën, për ftuarën time me fol do 2-3 orë, po shkurt, e keni pa një proma, e kemi bukurosha, për mu krenu, shoqëm bukuroshe nga Tirana, sot vendosa që taftoj të këshia e anës. Moti e kam mendu, por thash ja, këtë sezon shikues ko me eftu Mira Pogaçin, për ndryshe, shoqja ime është një grua, një femër, një nën, një motër, një vajzë, një shoqe dhe një kojshike, po themi shumë e zonja. E kemi eksperte ekonomie, është drejtoresh e Bashkimit Tregtar Shqiptar. Çka është Bashkimi Tregtar Shqiptar, do të tregoj ajo më tepër. Përndryshe shikues është e vetmja në rajon e cila bën organizimin e konferencave binja gëzimit të bizneseve. Çka është edhe kjo, unë e haberi nuk e kam, por do të na vija e pas pak, na tregoj pak më tepër për punën dhe ekonominë. Pse jo, ekonominë e Shqipërisë, ku po shkon Shqipëria dhe ku e kemi Kosovën. Përndryshe Mirën e kemi aktive në mediat e Shqipërisë. Dhe thash, pse mos ja gatuaj një pasta garofalo. Po shkoj me marketing shikues me reklamën e parë, sepse sas na ka ardhur Mira nga Tirana, dhe të shpejtoj me drekën se edhe unë jam unë cakin. Qyshe mora vesh cakin se kemi unë se ka hangër shumë apo cakin? Marketing shikues, vetëm me një reklam dhe kthehemi shumë shpejt. Shikues, e kemi prej sugjukun, e pat krejt im, shërmi. Atëherë, sot të ngatujem një pjatë, s'po di, 3 pjata me hangër pastat me tartuf, nuk më gope me, janë shumë të shishme. Edhe kohën e fundit, jemi infektu me tartufin. Çka kemi këtu? Këtu kemi tigulljen. Shkoni e bleni në market këtë salsë nga tigulljo, e cila ka djathin rikota, ka tartufin dhe piperin e zi. Kam pak parmezan, kam pak sugjuk që s'ka me sugjuk, që e kom prej krejt imtja kështu. Këtu kemi rigatonit nga garofalo. Do t'i prej, do të fillojmë me njëherë që t'i zijem. Kjo pjatë nuk jo merë kohë hiq më shumë e hiq më pak se 10 minuta, sepse ujina ka vlu, do t'i zijem al dente dhe do t'i zhysim gjitha tek tenxhere. Atëherë, pa humbur kohë, derisa të na zihen makaronat, do të marrim vajin monini, vajin më të mirë, edhe pse për sugjuk nuk na nevojitet vaj, do të vendosim vetëm pak. O zot, çfarë arome, Ja pra, në temperaturë minimale jam pyes kuq gradualisht sugjukun shikohet, besoj që ka me qenë një super kombinim me tartufin, se nështë po thoni aje normale janë sugjuk. Sugjukun që ka du, kom po një herë krejt fillim të qijes tonës me oriz, kurse haroj e keni pra oriz me sugjuk në YouTube, pas ta me përsërit. Ja, do ta largojmë nga pllaka, sepse sugjukun e kemi gati, ja, do ta ndalojmë. Edhe makaronat, mendoj që i kemi gati, hajde ta shohim pra, e ta marrim pincetën. Ta marrim të pincetën. Dhe shohim se ku jemi pasta. Mendoj që për 2-3 minuta edhe rigatonit na janë zi, se këtu na u djekë sugjuku. Edhe sugjuku është gati. O, zot. Kam u knaq Mira shikues, Okej, shikues, po i marim salvetat, ja, një salvet këto, edhe një për mua, disa t'ja nisim. Makaronat sa nuk na janë zi, edhe ftuara sa nuk na ka ardhur. Po, u filloj me u bo gati. Kështu i po marrë edhe pjata.
Nëse do një pjata të sekta të pella, unë tash shkoj me këto sepse jetë pasta ka me marrë ngjyrën si kjo pjatë dhe ja, përna dhe do t'uje. Edhe pasta do ma merë ngjyrën nga tartufi si kjo pjatë dhe tash të krijojmë një kontrasta. Ja, këtu i kemi pjatat. Dhe makaronat na janë zi. Tani do t'i servojmë dhe do t'a shihni çfarë pasta mund të bëni sot ditë e djelë, shikues bre. 10 minuta puna. O zot, hajta në gjy pak të sugjuku qëtë. Pak i ndyrë sugjuku. Po në ndaljem. Shikues, rigatonit na janë zirë, ja. I kemi zi pak ma shumë se al dente, ju e deni që mu më pëlqenë al dente, por mira si pëlqenë qullë, si në Kosovë, stërzime. Atëherë, e ko marrë këtu një vangëll, një enë të thellë, të jetë po e lë këto, ja, hajde me dyjat. Do të marrim pra rigatonit, ja, nga tenxherja drejt tek ena, a shumë e bukur kjo, do ta shihni tani. S'kom zishun, sepse caki ka hangër shumë ma herët, kështu që për mu edhe mirën e kemi tamam. Tani do të marrim pak nga uji i pastave, ja kështu, po të vendosim. Ja, edhe një herë. Jo të tërën, ja, shumë pak. Ja kështu. Tani do të marrim, o zot, tigullja, o zot çfarë arome ka. Do të marrim 3, 4, 5 lugë, sot ja u don loçka e shpirtit zemrës. Atë sa e doni tartufin, atë vendosni, po bëj shaka. Shkoj me 4 lugë. 5 të mesme të tartufit, ja, mjafton. Do të vendosim parmezan, ja këtë parmezanin këtu. Do të shkojmë pak piper të zi. Edhe pse tigullju e ka piperin e zi, por unë tharë që të vendosim edhe pak, ja. E gjithë masa do bëhet super kremoza, fal parmezani, ujë të pastave dhe të tartufit, o zot çfarë arome, a? O zot sa e mira. Ja, shihet sa kremoze janë do. Sa mirë po jena. Vendosim sipër edhe pak piper të zi. Ja, kështu. Tani po shkoj me pjatën e dytë. Ja, kështu. O zot sa kremoze, shikoj sa. Ja. Edhe kësaj pak piper të zi, ja, kështu. Dhe po shkojmë të sugjuku. Thash do ta servoj me sugjuk, këtu e kam marrë një lugë. Ja, e kemi bërë sugjukun krokante dhe do ta dekorojmë sipër pjatës. Ua, shikues, ja pra. Këto janë rigatonit për sot, rigatone super të lëngshme, të shishme, me tartuf dhe me sugjuk. Po ma bën me sy edhe aroma është fenomenal, ju lumshin duart. Kjo është të thonë na bëf mirë, po na bëf mirë edhe neve dhe juve shikues kur t'i gatuani presim ma bot tag në rrjetet tona sociale dhe Zilja. Erdhi mira, po shkoj e hapim derën me njëherë. Mirëmëngjes gjithë shikuesve të Klan Kosovës dhe të shijes së Anës. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu. Anës e tha që unë pëlqej shumë pastat me tartufe dhe ajo mi ka përgatitur, duken sparit, duken shumë bukura. I qan, ajo i din këtë punë, po shoh që diçka mi ka bërë dhe me një mish ndryshe se jam mësuar tartufin pak me ana me pulë ose me kërpudha Shoqja ime shikues. Si shpi. Jella. Faleminderit. Ma sot je dielli të Shianës. E them pa modesti, shikues, por shpesh i thom Natasha from Russia, po jo vëllai kemi nga Zhivria.
Mirë se na ke ardhur shoqe. Mirë se të gjeta. Na cilat kam këtu? Edhe për mua shumë e veçantë. E kemi nëpër media shumë aktive në Shqipëri. Hajde tash po ta jap këmbën e mbar në Kosovë, sepse ja ku jemi një. Edhe mbar edhe ndryshe, sepse gjithmonë jam me emisionet e ekonomisë edhe pak tema të vështira, po shumë ndjesi e veçantë që në emision mëngjesi, me që në emision gatimi. Edhe ti je një gatimgjesh, themi ne nga në tona, shumë e dëgjova. Valla ja fusë shikus. Ja fusë në kanjerë. Shoqe. Me të folio rënë, gatim gjithë këtë dhe gjumë. Gatim gjesh, po, gatim gjesh shumë e mirë dhe pse mos ta filloj ditën barë. Tani e kam një këshill, mere pak mishin kjo është sugjuk Gjakove. O zot. Rigatoni me tartufe dhe sugjuk. Nuk ma kishte marrë mendja që mund të shkoj, po do ta provoj. Prit tash. Okej. Merë sugjuk ma shumë. Merë sugjuk. Do ta provoj ndryshe. Hajde. Ja, merë sugjuk. Po flasë, unë një mund shikus. Me gojën kare. Provoj me sugjukën. Janë shumë ndryshe, sepse janë shumë interesante. Se pasat me tartuf nuk është se kanë karakteristik me qenë pak djegse, pak pikante, dhe sugjuku i ka bërë të tilla. Kështu që tradicionale, por jo vetëm. Të bëqen? Të më shënduar. Mere me sugjukun, që e coptoj ja kritikën. Hajde, se s'ka lidi që e në kamera. Ta shojnë shikusit sa shishën bëhan. Vash a vash. Po, e vërtet, kjo janë shumë ka dalje. Ka dalje vjen, mirë që janë emision shikus. Shkon? Ta gatuajnë shikusit me sugjukun? Pa tjetër. Okej. Shikus, po shkojnë marketing, po i marim karigat, po bëm i gati me mirën këtu, hajde këtale ty, hajde. Publicitet, dhe të më sandrojnë kanë vani, se këtemi shumë shpejt. Okej, vetëm për pak minuta, jemi sërish të shia anës, e do vazhdojmë bisedën tonë dhe të qërim të pastat e mrekullueshme. Pas pak. O, shikues, o zët, o zët. Më kam dresh me të vërtit sugjuku, nuk është që ha shikusën e shumë pikant të djekës, ama, po shkoj ka shumë. Amira? Shumë e shishme. Aja kam fut. Jo. Mos ma bo qefin? Që je në emision e më ki shoqa. Dhe më të duket pak e çuditshme, pjesa e përdorimit të sugjukut, po mendoj që shumë lezet i ka dhënë dhe mënyra se ti e ke prerë, e ke serviru, që e ke bët vogël, pak Bravo. ne i themi kërce, ose krokante, si të italian. Krokante. Kërce. Ne përdorim kërce edhe shumë e shishme. Interesante. Ja kom plëcu dëshiren, so në krejtë shikuzve ja plëcoj dëshiren. E vërtet më ke plëcu dëshiren. Krejtë shikuzve. Po shikusve dhe juve, se thash krejtë shikuzve, krejtë tëftuarve. Jo, nëse mund të më diçka më shumë për pjatën, nëse tartufi ndonjëherë bëhet i rënd edhe veshkullor në gojë, edhe kjo pjesa e pikantës e thyn temase atë tartufet. Domethënë kombinojnë shumë mirë. Shumë faleminderit. Po shikus sa pyesim sa e kemi mirën të mirë në kuzhinën, halos s'kam hangër pi durve kësaj, se kjo është shumë bizi. Po pa hangër mëngjes e kom pasë kur kom flajt, kom bujtë kjo. Pa e bo vetës me aja qitë avokadon aty, një vevë, sy, e në gjynë aty e bon vezën e langshme, po. Farat, arrat, këto, gjesi është vaktim kryesor. Që aji është vaktimi preferuar për të gatuar unana, ta që unë me origjinë familjarë jam nga jugu Shqipërisë, nga Gjirokastra, pavarësisht se unë kam gjinde, kam rritë Tirane, familjarët e mi, edhe neve na ngjit dora te mishi. Ky është specialiteti jonë, domethënë mishi shumë i thjeshtë, në furrë me shumë krip, me ndoshta me patate, pak me rozmarin, ose dhe mund pëlqen shumë dhe mishi viçit, edhe në tartufe përdor, po i preferuar im është me gorgonzola, dolce. Domethënë mishin tigan me gorgonzola dhe pak pane. Kështu që nuk di shumë, pa ato që di dua kështu. Djallit, sepse, se mirën e kemi nane, ka djalë njeri në ka një super djalë, era prej i hundën. Të dua dhe një. Zemra ju. Qa kërkon aj prej teje? Edhe i ka shumë që tartufin. A edhe? Kështu që
Paka shumë, duke qenë se kam mësuar nga mua, ka të njëjtën dietë, edhe tartufi, pastaj kalamajt kam përshtypjen për gjithë fëmijët, domethënë pastat janë pjata e preferuar, po më ka kënaq se han edhe ushqime të tjera si perime, këto, domethënë Shumë mirë. I po edukojmë çik fëmijët sot, pak më mirë. Kemi me folë shumë e mira, po gaqën shikues, ta lëm të haj, hajde të caki këtu se më ka me të veç edhe një rigatoni, ja? Ta shojmë se si latë pjatat e ne, hajde. Ja, pra, o zot, o zot. Më lumë që nduar për ndima kryesore ishte salca tigulje, që do t'jap dhurata unë ty, që të bëfës mirë. Mund të vazhdojmë të ha? Patjetër. Për këtë kam ardhur. Po, të lutem. Mira, të e ke një dhurat, një voucher nga Ciao Berta, e ke pa afat. Kuzhinë, fotele, divan, çka dush, e ke pa afat. E kemi Magniflexin në Ciao Berta, sepse Magniflexin e kemi edhe në Shqipëri, shikues. E ke pa afat. 20% ulje pra. Tani, më falë, Tani, të Ana, pengesën. mendoj që Një sekund, na që mendoj që po më bën me ardhë me shpinë Kosovë, në Prishtinë, më sa. Hajde të kom tirë më t'jone aty. Okej. Këtu e ke një pako nga produktet më të mira italiane. Ke brenda edhe tartufin. E ke salcën e tiguljes. Kështu që këto dhurata... Doja çaj Danielit. Çaj Danielit. Gatuja pasat me tartuf. Okej, mund të shoh? Patjetër. Okej, pasta të garofalo, shumë mirë, pasta italiane. Po. E ke edhe tartufin. Radiatori, okej. E ke tartufin, mos kam dhënë tjetër. Jo, më ka dhënë tigulja me tartuf. Që është me ricota edhe pepe nero gati. Për mua që gatimi nuk është as pika ime fort, po domethënë një salcë e para përgatitur si kjo. Po. Edhe rizo scotti arbore. E kemi arborien, risotto. S'ka lidhje. Tartufin e ke, pastat nga garofalo i kemi. Shikues, me qenë se mirën e kemi nga Tirana në Prishtinë, pas u gjukë s'ki munisë në Tiranë. Kështu që pregatiti këto pasta. Patjetër. Okej, po e lëm shikues me hangër në qetësi. Edhe do të kthehemi pastaj, kemi shumë më fol mira, kanë ardhur pyetje, komente, komplimente. Faleminderit. Nga publiku i gjerë, që shikues nëse ndroni kanalin, që ndroni me ne, çfarë do t'i thua shikuesve, është ditë e diel sot, ditë vikendi, ta gatuajnë këtë, të shkojnë t'i blejnë këto produkte? Patjetër. Ja, e ke kamerën, e ke caki përballë, fol me shikuesit. Dashur shikues të shijes Anës, ja u sugjeroj shumë pasat me tartuf. Unë e pëlqej shumë tartufën dhe besoj që diçka marr vesh nga kjo. Edhe mendoj që kombinimi me suxhuk është jo vetëm tradicional, po me vërtet është shumë interesant dhe shumë i shijshëm. Kështu që provojeni këtë diel, gatuani në shtëpitë tuaja, me familjet tuaja, me fëmijët, kënaqeni të dashurit tuaj dhe ne takojmë pas pak sepse ka publicitet. Jo se po e shoh se e boni suxhukën majtas djathtë. Majtas djathtë shumë. Haja, ja, pat po. Po se ush pe kopa siklet. Se edhe harova me të pyetë edhe diçka. E kemi këtu ujin të pelen. Ujin shqiptar. Konsumon ujin të pelen ti në Tiranë? Patjetër. Patjetër? Ka pëlqy kjo amballazha, që ja merr shishën. Që e kemi ali pas të pelenën. Unë e pa ta thonë Skënderbeu, vetëm se kom pa ali pasha fare, po shumë bukur e kanë lidhë edhe. Ujë të pelena, ali pas të pelena, aty, ti e ekonomiste. Unë jam rritur me këtës, jam rritur, kuptimin që pavarësisht kam në Tiranë, gjithmonë e kemi bë vajte ardhjet me familje në Gjirokastër, në verë, pushimet verore, dhe ti kalon para ujit të ftohtë të pelenë. Po, bravo. Është, besoj dhe kush ka shku në jug të Shqipërisë në Sarandë, nuk ka ndaluar një herë pa të syria, po? Jo, të syria, është ujë ftohtë të pelenë, është një zonë që ndalojnë gjithë edhe... Se dhja kom qenë aty. Në siguri nuk të shumë, patjetër. Që ato je bukur ti. Shikues, po e lëm pra, leti haj rigatonin dhe qetësi se peshoj që siklet e ka kamerën, s'ka lidhje. Hanë qetësi ti. E une, kom pyetje pikante pas marketingu. Në zot. Shikues, u rikthyem nga bloku i parafundit i marketingut, se kështë të thonë i fundit, krejti që sa po jeni zgjuar shikues,
sot të ftuar kam një eksperte ekonomie të cilën e kemi nga Tirana dhe është mikja ime, shoqja ime më e mirë në Tiranë. Kështu që thash, pse mos ta ftoj, sepse e kemi shumë të zonjën. Mirë se na kjo ardhë shoqja ime dashur Mira Pogaci. Mirë se gjeta Ana Rustemi. Po ndjehem shumë interesant me t'intervistu. Edhe për mua është shumë gjë veçantë, ditë veçantë. Sot je dielli tek Këshia Anës. Këtu kemi lule të verdha dhe ti je vesh si qielli. Edhe i ke ato sytë të gjelbërt, që s'po t'i shoh tash, tu kanë bërë dhe të kaltërta prej të kaltërtës, se ju që i keni ngjyrë të gjelbërt, jeshile i thojnë këta turqisht. Po, jeshile. A për dine që në Shqipni kemi turqizma, po e dim, po pra përzime. Para se të nisim intervistën, tu kemi Santal. Langun italian besoj e njeh, ti shpesh shkon në Itali, ke motrat atje. Mund të them diçka më interesante? Hajde, kur kam qenë në adoleshencë, ose brezi jon, edhe kur dilje që të dukeshe sepse atëherë nuk ishte kështu, porosisje Santal. Me të vërtet? Po, sa interesant. Kështu që patjetër që të gjithë e njohim Santalin, është besoj pari ndoshta lëngu i frutave që u fut në Shqipëri. Apo? Po. Se ne kemi qenë ekonomie mbyllur, ti e di. Tani e një hop bajgi mirë. Hajde po shkojmë, a e mirë? Shumë e mirë edhe me vitamina, super. Atëherë, me që se thamë të ekonomia, tha kemi qenë ekonomie mbyllur, a je e befasuar me fluksin e turizmit, me ekonomin, me Shqiprin që ndoshta asnjëherë në shqiptarët se kemi imagjinu që do të arrinim këtu. Të me thonë, ta vazhdoj. Hajde. Kur unë vija në jug, që e vizitoj për 2011-ës, vetëm në gusht ke pas 2 javë, ka qenë piku, mesi gusht, fillimi, mesi, 4-5 gushti, deri 22, hajde po themi. Do me thonë, shtator, në qëfë se ke shku në jug, të as akullore s'ki pas market. Marketi ka qenë mbyllur. Bravo. Edhe, tani turizmi fillon që në mars, dhe përfundon në nëntor. Krejt bota është aty. E ke mendu që ta përjetoje? Ndoshta ajo enkas për turizmin, por e vërteta është që ne jemi për ekonomi shumë e hapur, kështu që i ndjekim trendet si në turizëm, si në sport. Për shembull, tim përpara kishe imagjinuar që do bëj në Shqipëri apo në Kosovë pilates. Jo. As palestër, jo as kishe dëgjuar pilates. Kështu që dhe ne jemi shumë të hapur, shumë të dëshiruar, shumë të interesuar për të ndjekur trendet e reja të ekonomisë. Do me thënë, pak me vonesë, po e kapim ritmin. Kështu që dhe turizmi është, Shqipëria është e bukur, më pëlqen. Kështu që shijohet. Patjetër. Na i dimë në Kosovë, sidomos Prishtinë, që unë i di hallet si qytetare. Çka janë 2 problematika që ka Tirana ose 3 që ti, hajde që 2, s'po të mundojmë më shumë. Si do, sociale apo ekonomike? Përgjithme, ti si qytetare që ndoshta komuna, bashkia që i thone jo andej, nuk po merret fort. Atëherë para ka të bëj me trafikun Tiranë. Mendoj që Tirana është e mbi ngarkuar, edhe gjithë hyrje daljet përreth Tiranës janë shumë bllokuara. Ka pas industria ndërtimit, pra infrastruktura, unë e shoh edhe në Prishtinë shumë, tani me unazë që keni bërë për shembull që hyjet i bie rreth edhe te ne. Por akoma nuk ka një, më duket sikur dhe këtu dhe atje punohet me pjesë, me 2 vjeçar, me 3 vjeçar, pra nuk ka një plan zhvillimi që ta shfryjë qytetin nga trafiku pra shqiptar. Çka është e dyta? E dyta është ne, po themi shqiptarët, jemi shumë familjar. Jemi shumë social, jemi shumë të shoqërisë, jemi të muhabetit, jemi të kojshive, si që thoni ju, pra te ne dera rrin hapë, rrin pa qelës. Dhe shoh që me kalimin e viteve një problem tjetër që duke u futur rryma të ndryshme sociale, ose lobime të ndryshme sociale, gjithmonë e më shumë bëhemi pak më të ftohtë, largohemi pak nga njëri tjetri, largohemi pak nga familja. Mendoj që ky ishte problemi social, që pse i pari ishte logjistik ta quajmë. Ndoshta edhe rrjetet sociale e kanë bërë këto. Po, patjetër. S'ka bëj me Tiranën apo Shqipërinë. Po, patjetër. Do me thënë mënyra se si ndërtohet jeta sociale, rrjetet sociale, vetmia, telefoni, pra të gjitha këto na kanë bërë që të largohemi pak nga aspekti i të dashurit njëri tjetrit. Çfarë është e treta? E treta? E vërteta. E treta e vërteta? Më ndihmo pak, të lutem. Shtrajt. Shtrejt, po, shumë shtrejt. Shumë shtrejt. Kemi bërë shumë shtrejt. Ku jemi me rroga,
tim ke thënë diçka që qirajat shkojnë deri 1.000 euro në Tiranë, Po. ndërsa ka njerëz që rrogat nuk i kanë. Patjetër, jo, rroga mesatare nuk është aq, është shumë e ulët, është shumë shtrenjtë. Madje para disa kohësh doli dhe si për qeshur, ishte lajmi vërtet që shitej një vil e një Karl Lagerfeld, i cili ishte më duket ndoshta 2 milionë euro, diçka e tillë. Okay. Edhe ndërkohë që aq kushton një vil në Tiranë. Crazy, e kupton? A flasim ndaj flasim viteve për shtëpi. hoxhës apo vile re kështu? Jo, vile re. Wow. Edhe po. Me të vërtetë. Po. Ndërkohë që pastaj edhe pjesa tjetër patjetër që se s'është puna vetëm te shtëpia, se patjetër që për çdo shqiptar shtëpia është cakton fillimin e jetës, në kuptimin e jetës familjare, jetës bashkëtorë, të bërit të Zotit vetes. Po për shembull ne jetojmë edhe me familjet, nuk e kemi deri diku problem, domethënë. Edhe na, halo me Po babën pra, ne kur them ne themi ne të gjithë, nuk e kam. Edhe ma bën baba, hajde dilë në mopi banesë, i thash shumë shpejt, ko me dal kemi mlyp. Me siguri do të marrë telefon. Penguce. Kështu që shtëpia patjetër që është thelbësore, po dhe jetesa e përditshme, se tani interneti, si jetë rrjetet sociale, syri, ty të bën të duash më shumë gjëra. Në aspektin e ushqimit të duash gjëra më të veçanta. Të veshjes, të kafes, do të pish kafe në një vend të ri, pra çdo gjë, syri ndikon shumë edhe trendi. Ndoshta si kemi mundësitë e Edhe si xhepet. kemi mundësit. Pak na ka bu kaq kjo, rrjete sociale, se po kemi dëshirën i pas këtë ngjyrat. Tani, mendoj që njerëzit ndahen në dy lloje dhe mund të përpunojnë që nga pozitat e para të kalojnë te pozitat e dyta. Pozita e parë është që ti dëshiron edhe vuan atë që nuk mund të kesh. Në pozicionin e dytë ti fillon punon me veten dhe përpiqesh edhe thu që mund ta arri. Sepse sot bota është aq e hapur dhe ti mund të përmirësohesh. Okej. Domethënë, dikush mund të thotë që çfarë na thot kjo, si më thonë. Ke parasysh unë s'kam mundësi, jam te shtëpia, jetoj në fshat. Për shembull, mua personalisht kam takuar njerëz për shembull në avion, bëj muhabet kur udhtoj. Bisedoj dhe më thonë për shembull që jam nga i fshati i Shqipërisë dhe shifja që nuk mundesha, kisha dëshirë të bëja shkollën e lartë edhe lëviza emigrova, për shembull kam shkuar në Itali apo në vendje afër dhe pastaj pasi kam punuar, kam filluar shkollën. Pra kush don i rrugë e gjen. Okej, këtu po du me të dërhy. Pa. Çka është diçka që ti ende nuk e ke arrit, edhe po punon në drejtë, s'ta arrish. Atëre, që t'jem e sinqert, E sinqert. unë jam njëri që eci me plane. Okej. Unë kam plane 3 mujore, 1 vjeçare, 5 vjeçare. Ndëgjojeni mirë shikues, kemi qenë në Milano para 3 viteve, 3 ose 4 gati bashk, Në qatë bashk? edhe po pra, ti as ekonomiste edhe filloj tha, dush me fillu me matematika. Çka janë matematika? Matematika tha, nëse e ke këtë jokne, e ke këtë këpucë, e ke këtë çan, mos i blej për kaq, mu në fund blej diçka që nuk e ke dhe ja dole, se s'po flas çka, po hajde të flasim për këto 3 muaj me këto plane të Që tuja. unë eci me plane dhe do thush ti qa nuk e realizuar, E nisi, ato do të të me këtij thonë viti. që ajo çka ke fol ti, të unë e ka ndiku pozitivisht. bëhet Që si e dëgjojeni shumë. mirë ekonomistën, që edhe pse harxhon kjo, po është ekonomiste smart, themi, e mençur. Po. Shkoj. Kështu që unë basi arri një target, vazhdoj direkt targeti tjetër. Filozofia ime është next. Unë jam next. Okay. Do me thënë si ajo që ti, themi ne shqiptarët, kur arri një gjë nuk e do më. Okej? Po edhe unë ashtu jam, si të gjithë, kur arri një gjë, jo se nuk e dua më, po kur arri një shkallë, do kaloj te shkalla tjetër. Po ajo shkallë më ndihmon, nuk mundojmë që mos bëj lëvizje të çorganizuara, për shembull që të bëj një profesion edhe pastaj të futem te një profesion tjetër edhe te tjetër. Mundojmë që të zhvillohem duke u zgjeruar. Cila është e radhës mira? Hales na dhe përgjigjes. Sta ja përgjigje normal që nuk është e... Atëherë, unë për shembull së fundmi kam dalë po punoj në rajon, në rajon e Ballkanit, madje edhe pak përtej Ballkanit, kam shkuar deri në Itali meqense kam lidhje të ngushta familjare, që po merrem me që unë kam shumë vite që merrem me sipërmarrjen, fillim me sipërmarrjen në Shqipëri, pastaj me kolegët e mi të, për shembull, Oda e Kosovës, dhoma
ekonomike, Maqedonisë Veriut, të gjithë këto, për shembull, domat e tregtisë janë kolegët e mi, themin punë. Kështu që kam filluar për disa kohësh dhe për disa kohësh, janë 4 vjet tashmë, nuk është janë pak, po tani është konsoliduar, binjakëzimet e eventeve, e bizneseve në evente të targetuar për biznes. E kam thënë këtë në intro, është shumë mirë që u kape, na shpjego çka është kjo. Atëherë, unë duke punuar për shumë vites si drejtore e Bashkimit Tregtar të Shqipërisë, e cila është një dhomë tregtie, së ndryshme në gjuhë thjesht ose një odë ekonomike, kuptova që pavarësisht se sipërmarrja është zhvilluar dhe sot ti mund të kontaktosh me email, ti bish numrin e telefonit sekretarisë të një kompanie italiane, norvegjeze, turke, Kosovës e tjerë, është e vështirë që ti të hysh në kontaktet e duhura dhe të kesh përcaktimin e duhur. Domethënë ne jemi njerëz që ecim me referenca, dhe referencat ekzistojnë në botën e biznesit. Nëse ti je biznes i rregullt, nëse ti paguan faturat, nëse e sjell mallin, pra nuk je hileqar. Dhe kjo nisu nga ky network profesionali imi, mundova që ta zgjeroj duke bërë delegacione tregtare, misione tregtare, delegacione ndërkombëtare, ku sipërmarrjet e atij shteti që unë vizitoj takohen me sipërmarrjet e një delegacioni tjetër që vijnë, apo që do t'i çojmë. E radhës është për te oqeanit, aktiviteti i radhës, po që nuk po e them. Mos e se për marrim sysh. Po unë prapë më intereson këtu se apshe prapë duhet likë edhe kjo biznes sikur. Të evitova. Material. Çka ti punu diçka që material pra. Ja plotësojmë dëshirat që punojmë. Ata e parës 1 mujosh, 3 mujosh të shkove anën biznesore. Ne po na dison anën materiale. Ai ke pa na pranë lakmojmë një çantë, lakmojmë diçka dhe im ledhim lek. Jo, unë jam më keq se aq. Ti je më keq se aq? Jo. Nuk patjetër që si femër, si grua, ta themi se të duash, patjetër që syrin pëlqen gjërat e bukura, po unë jam të real estate, Ana, nuk më interesojnë fare çantat. Shikuaj. Edhe ti e di se kemi biseduar shumë herë për pjesën që sa e rëndësishme është për të investuar në diçka të palujshme, pra qoftë edhe viles, do t'ju them vajzave që na ndjek, se besoj ti ke shumë shikuese femra, gra. Fol direkt me ato, me atë kamerë. Do t'ju them që unë di që është shumë e vështirë që të bësh parat për një shtëpi, por ka forma, bëni 4 shoqe, bleni diçka bashkë, domethënë më mirë se sa çanta, ka forma që mund dahet pasuria. Që kjo është këshilla ime. Sa jeni në moshën që mund të punoni, se pastaj vinë detyrat familjare, vinë fëmijë, do rrini natën pa gjumë, e shumë gjëra të tjera do ndodhin. E ka kaluar të mira. E kam kaluar, e ka qenë bukur. Tash rradha jonë. Shikuj, si gjithnjë, ora e zallit. Mira, këtu e kemi një orë të zallit, Shpesh herë e kthej, po pas ka shumë epizode që pas na haru me e kthej. Hajde. Sa sheti këtë orën e rrës, i thoni ade. Rrër. Çka të bën të vendosh? O, zot. Sa e limituar është koha, Ana? Shumë. Është shumë e limituar koha, edhe të që më fute në mendime që nuk e kisha planifikuar, mbasi janë shijova ato rigatonit me tartune, se gjukë shumë mira. Koha është limituar edhe shpesh harxojmë kohë tërësisht kot, me mendimet kota, me ndërveproj me njerëz që marrë dalje ndryshme, s'ka rëndësi, mund të jenë dhe pune, mund të jenë profesionale apo shoqërore. Ndërveproj me njerëz, me situata tërësisht pa nevojshme, tërësisht pa evitueshme, të evitueshme më fal, edhe më bën të mendoj klesidra, si quhet ndryshe. Nuk e di se pas ndonjë gjë. Klesidra më duket. Është greqisht apo italisht? Kam përshtypjen që është greqisht. Edhe më bën të mendoj që njeriu është pre egos vet. Edhe duke qenë pre egos, merret me lloj-lloj gjëje të panevojshme. Pse më tha Ana, pse më tha nuk e di dikush tjetër të gjë. Sepse koha është limituar në këtë planet, edhe njerëzit shkojnë e vinë, gjërat materiale shkojnë e vinë, edhe situatat të këqijat shkojnë e vinë. Ne kemi dhe shpresë, me thënë Zoti, një derë ta mbyllë, ta qeni më të mirë. Ta qeni po. Kështu që duhet me bë më të mirë, me shfrytzuar maksimum, me jetuar maksimum, për shembull, nëse më pyet mua, mashallah, nuk du me të marrë në sysh, është që është për ty, është që ti je epitomi i energjisë. Po, ti je energji. Çfarë epitomi? Po je domethënë sinonimi i energjisë. Unë.
Po. Hajde. Hajde, ti e komplet diell, komplet e shkathët, i bën gjërat me vrap, me shumë energji, nuk lodhesh, hajde këtu, aty, bëjmë të, bëjmë atë. Edhe dukesh, prandaj thash mashallah që e shijon në maksimum ditën. Pa dyshim që edhe lodhesh, nuk e vjen dyshim, por që... Që gati i kryva. Po patjetër, po e tregon vetëm anën pozitive, a kupton? Shumë faleminderit. Qështu jam unë, e vërtet. Unë edhe kur qaj shikus në qeshëm. Jam dash pra. Bravo. Dash. Ka nërë pytje nga publiku. Je gati? Të pipa, të lutem santalin? Pepe, santal, hajde dhe në po pi shikues. Pyetje, komente e komplimente, pse e ka që bukur? Ja lashëm për me skenare, mike. Jo. Pse e ka që bukur? Po kush e ka pyetur? Unë po tha mashallah, s'ka zoj tash, kush? Okej. Pse e ka që bukur? Gjenet e mamit atë babit i ke? Jo, të dyve besoj, po... Dhe që unë sem këtë të vogël fare, po me kalimin e moshës më duket sigur jam të bukuruar. Shumë i si vera. Mendoj që ja atribuoj më shumë energjisë. Dhe kam energji pozitive brenda. Bravo. Që ato jemi shoqe unë e ti? Të lutem. Ne kemi ndjerë energjin. Sa vite i kemi bo bashkë? 5 vite, po? Po, 5. Mashallah. Mashallah. Ku ishe shancat e zhvillimit ekonomik në të ardhmen? Mendoj për... Si për Kosovën, mendoj, po dhe për Shqipërinë e një tanë. Patjetër që shërbimet janë një fushë që do të ecin dhe do të zhvillohen. Shërbimet që lidhen me teknologjinë e informacionit, shërbimet bankare, shërbimet financiare, edhe pjesa e shërbimeve dhe turizmit, kulinaria, pra gjitha këto që futen tek pjesa e shërbimeve njerëzore. Por unë, si natyrë, besoj shumë që ekonomia duhet zhvillohet, ose ku janë shancat, janë tek baza. Qa du të themu me këta? Ti nuk mund bësh ekonomi pa të sjell dikush perimet. Ti do hash në shtëpi. Për shembull, kush merret me bursën e di që si dhe botën kush e luan nafta, pra commodities, ushqimet, gruri, veshjet, po veshja që është plastika, pra që unë mendoj që patjetër çdo njeri shancat i ka dhe sipas dëshirës, profesionit edhe ku jepen në fushë më shumë, por basics fitojnë gjithmonë. Okej. Si ja ka dalë që tjetë një mami shembullore dhe një femër e suksesshme në karrierë? Flasim për pjesën e më shumë punësisë në këtë pjesë. E ke Danielin. Po, e kam Danielin që është një 10 vjeç, që është një yll, një dritë. Edhe si ja kam dalë, mendoj, Ana, seriozisht që përpara se të vinte Danieli në jetën time, ka qenë puna e para. Domethënë unë punën kam filluar shumë të vogël. Edhe kam pas gjithmonë shumë qef dhe pjesa e bërit karrierë ka qenë shumë e rëndësishme për mua. Edhe pastaj erdhi Danieli, domethënë me dëshirë dhe planifikim. Dhe arsyeja se si u kombinuan këto të dyja është që mua asnjëherë as puna e para, edhe Danieli dyti që sot është i pari, që nga momenti, që jemi njohë bashkë kur ka qenë bark, nuk e kam pasi pengesë. Sa mirë. Por si realizim. Kur nuk kam menduar që të qenit mama më pengon që të punoj, më pengon që të vishem, më pengon që të takoj shoqet, kur nuk e kam parë si pengesë. Njësoj edhe pjesën e punës, kur nuk e kam parë. Dhe me thënë, e konsideroj pjesën e të bërit mamit e Danielit si një nga realizimet më të rëndësishme, edhe them që faleminderit që më ke zgjedhur mua, se më duket sikur më ka zgjedhur. Çka po i thu Danieli në këtë moment për s'kam Që të dua shumë që jetë e imsh. U emocionu shikues. Por mira, ishte një koment shumë pozitiv. Pse emocionove kaq shumë? Nga çuni. Shikues, unë kam shoqe dhe aq më pëlqen qoftë edhe direkt kur e ka djalin afër ose në telefon, kom komplimentu gjithnjë. Është vërtet. Kom thonë një shumë psikologe, mënyrën si fleti me djalin ton, unë kur njëhet se kom taku një nan. Edhe ëndroj një ditë më boni nan si shete. Faleminderit shumë. U bofsha 50% sot. O emocionova se e di që dhe ti e vlerëson shumë, po marrëdhënia me Danielin, dhe mendoj me fëmijët,
Është unë mendoj thjesht që është ai një krijesë më e vogël në kuptimin fizikisht, edhe ka nevojë për dorën time për të ecur në jetë, deri në një farë moshe patjetër. Por ana të them vërtetën, do të thënë, fëmijët janë njerëz të vegjël që kanë dignitetin dhe karakterin e tyre dhe prandaj unë ti më thua që unë jam psikologe, po mundohem që të flas me qetësim me të, edhe t'ja shpjegoj, t'ja argumentoj, të marr kohën. Edhe do me thënë kur me dashin nerva ndonjëherë edhe unë kam, se fëmijët janë oma, është fjala e preferuar që thonë 200 herë në ditë, po mundohem që të marr kohën maksimale, domethënë. Bravo. Lëm Danieli për ty. Për atë. Edhe do ashta mu lidh, ishte një koment shumë i mirë i jote, sepse ka shumë femra që për herë të parë kanë mu bë nana si vjetë, edhe besoj që kur e kanë dëgju këtë që e the ti, ju ki dhonë një frymëzim, sepse dihet që femrat pas lindjes ka që edhe bin depresion, ndronjetra komplet, anej. Po çdo gjë kalon, kjo doja t'i thej që çdo gjë kalon, edhe do me thënë është një bekim nga Zoti që të kesh mundësinë të bëhesh prind, do me thënë është e vështirë, është sfiduese. Po e di çka ka menduar ndonjëherë, për shembull, gjithë ne punojmë shumë, edhe ti punon punë deri në darkë, rrin montazhe, stafi, kameramanët, pra kush don profesion, edhe dikush që punon parukeri, rri deri natën vonë. Pra sa kohë harxojmë ne të gjithë për punët tona dhe për të tjerë, dhe pse mos i harxosh për fëmijën tënd, domethënë. Kush është pjata jote preferuar dhe çfarë recete gatuan më mirë? Unë të kom pyet krejt në fillim, po hajde shkurt për shikuesin, na tha që e don mishin në furrë. Mishin, po, domethënë unë jam mish ngrënëse, që baba kene mangër nesër. Ja, edhe pjata ime preferuar është fileto viçi me gorgonzola dolce dhe pana. A e ki marak pogaçën? Ja. Se nënë është shikus. Po, është buka. Kër ja kom të gjithë vija me pogaçi, kom thonë, oj pogaçe. Megjithse, ne shqiptarët kemi qef çdo gjë me ngjy pak me bukë, kështu që pse jo me pogaçe. Okej, kemi edhe 2 pyetje të fundit. A ka shpresë për të rinj që qëndrojnë në Kosovë dhe Shqipëri? Në këto fusha që unë thash, po besoj se ka shpresë. Varet shumë nga profesioni, nga dëshira që do me bë. Për shembull, ana ti je në botën e gazetarisë, në botën e prezantimit e këto, dhe ke mundësi të bëhesh tu, nëse je stiliste. Për shembull, stilistët janë bërë këtu edhe po shesin, ju keni stilistë shumë të njohur. Sidomos thojt. Po, ju po shesin gjithë, domethënë gjithë botën, këngëtare nga më të famshme botërore që si me thënë, unë as si kam pas në koncert, s'kam shku dot me i pa, po marrën e po veshim veshjet e stilistëve të Kosovës. Pra, ka mundësira për të rinj, po varet gjithmonë nga dëshira, se nëse ti do të bësh fizik bërthamore, patjetër se bën dot as në Prishtinë, as në Tiranë, do ikësh jashtë. Pyetje Mirën, si ekonomiste, sa kalori djeg një shqiptare duke u ankuar për çmimet dhe ai kompenzohen ato kalori në qoftë se pas ankesës shkon e blen një çantë Hermes ose Chanel. Nuk e di. Po me ankesa ne shqiptarët ne fillojmë që pa dal nga shtëpia, që nga televizori, nuk e di, dhe emisionet i kemi pak me ankesa. Po, prime time atë kejt politik, lajme na mbytën. Kështu që një 300-500 kalori pa frikë i djegim, kështu që nuk di të them për çantat, po që di që ne di me hangër mirë, me ushqimin, ti ke një emision kaq të bukur që prapë mëson se si të gatuj mirë, dhe nuk e di sa kalori kishin ato pastat, por nuk e se ishim pa gjë. Hani, knaqën. Ani se e djel. E vërtet. Pyetja ime e fundit për ty sot është, ku është e mira vetëm pas 10 viteve? Që Danieli na thoi ka bon 21 vjeç. Po, 21 vjeç, edhe natyrisht nuk do ma avari më. Patjetër, s'do ma hapi telefoni. Me shumë mundësi, duhet me shoqërinë e vet. Ajo, do me thënë, nuk e di ku do jem pas 10 vjetësh, po do doja që të kisha sa më pak pishmallishë. Do me thënë, sa më pak gjëra pishman pas 10 vitesh. E mirë kjo. Bravo. Sot ishe dielli, unë kisha shumë kënaqësinë që intervistova shoqen time të dashur nga Tirana. Edhe unë të dua shumë, ishte një kënaqësi shumë e veçantë. Unë dëshiroj sukseset e botës për ty. Prafsha nalte, manalte, s'po ndalesh, ha?
Tash një njëftu me disa Turqeli do Panajires na tregove, po keni qenë Kosovë, keni qenë Maqedoni, në Tiranë. Hajde shkurt pak për këtë. Dush me mësu turqishtën tani? E vetë. E vetë, se një se vjeru. Ja, kaq. Mirë po shkon? Mirë, shumë mirë po shkon edhe ja, pra kjo është një nga të punët që tuti ja, ka të ardhme në Kosovë, në Shqipëri, për trinjt, nëse më ta qëpoj vetëm. Ere, ashtu. Edhe pa tjetër që ka, sepse duke u njohë pa nga pak, avash, me thënë shkallët, do njerë Zotit ta jep një dorë edhe shumë përpara dhe me njerë, por që në përgjithësi këto janë raste tralla, do me thënë edhe statistikisht, duke qenë se shkolla ime parë është ekonomiku dhe statistikisht është e rrallë. Sa vite ke ti në ekran? 16 vjetë. 16 vjetë, dikush mund thotë që kjo Ana si e bën këtë pjatën shpejt e sa bukure. Se shpejtë në gatu i moti. Jo, dakord, po ke 16 vjetë me kamerën që i ke provuar të gjitha rolet, besoj studion, terrenin, gjesin, drekën, darkën, me të ftuar, pa të ftuar, intervista individuale apo në grup. Pra gjitha i ke provuar dhe ke bërë, je profesioniste, pra të bëjsh profesioniste do ka. Faleminderit. Edhe me që qka folje dëgjova tash e një në pytje, sepse thënë do njerë Zotit qënë shumë shpejt, shto. Po qka që përna shojnë ata shikuese që mundohen punojnë, po nuk e kanë fatin? Nuk e di se shumë, qëfar mund bëjnë, dhe më të cila është pyetja, qëfar mund bëjnë, kush nuk e ka fatin. Dikush punon shumë, i jep zorë dhe nuk ka fat në punë. Se ka punën që e dënë, nuk e marrë, në shumë i mirë, së është besimi, vënon, vjen më vonë, dështë ta. Po, vënon, po, më thëmë, varet që dëshiron, se dikush mund mos ketë fatin të puna, po mund ketë një jetë familjare shumë mirë, të bekuar, ose unë mendoj shumë të pjesa që ndonjëherë kur s'më bëjnë gjërat, se Zoti më ka mbrojtur nga diçka. E besoj shumë këtë gjë. Bukur kjo. Edhe është një formë të menduari që nuk e di, do me thënë se qa do ndodhte kur më mbyll një derë. Dhe dikush mund t'jeti bekuar me shëndetin e mirë, ti e ke dhe se kuptanë, do me thënë ose me familjen e qetë, me familjen e lumtur. Se ne themi e mira s'ka fund edhe e keqja s'ka fund, kështu që nuk duhet njeriu të dëshpërohet, në përgjithësi jeta vërteton që çdo gjë është kalimtare, ne kemi 5 vite që jemi bashkë, çfarë bisedash kemi bërë para një viti, cilat kemi bërë para 2 vjetësh, para 3 vjetësh, pra njeriu gjithmonë në zhvillim edhe dikur kemi ndaj telefon shumë me orë, tash sta var mira. Veç maca më çon në Instagram. I ndoj maca dia, pak shaka shikues. Knaçi do të intervistova me fol me ty do 2-3 orë, po mbi gjithë është e kënaqësi me dëgju, po thot dikush nga shikuesit, e vërtet, janë kënaq me ty. Faleminderit shumë. Sepse mënyra si flisni në Shqipëri është këndoni. Alegria, allegro. Faleminderit shumë. Qa po i thush shikuesve përmes asaj kamere, kemi marketim ta mbyllim emisionin bashkë, po ta lë ty ose ja me cakollin, ja ktheu te cakolli, ja ku e ke Roninin. Po, Ronin. Mos androjnë kanalin, me fjalët e tyre, çfarë do të thuash shikuesve na shohin? Me fjalët e mia është që për mua është një kënaqësi e veçantë, nëse së bashku me Anën na keni ndjekur sot në shtëpitë tuaja, në Klan Kosova, Shija Anës. Unë ju këshilloj, është këshill personale natyrisht, që t'i ndiqni recetat e Anës, sepse janë aq sa tradicionale dhe moderne, duhet të them. Sepse është një person që ka shije, gatuar me shije dhe i bën të thjeshta, të shpejta. Unë personalisht gatimin nuk e kam pikën time më të fortë, kështu që recetat e Anës janë ato që më ndihmojnë për të dalë e nderuar një ditë të diele brenda shtëpisë time. Kështu që unë ju përshëndes dhe publicitet. Shikues, po të më falenderoj fillimisht juve që si gjithnjë ndisni shihen Anës në Klan Kosova, mos ndroni programacionin se Klan Kosova të dielave i ka maratoneske emision, mas emisioni. Turi pam Flower Shop se sot i ka dhënë jetë emisionit me simbolin e luleve të pranverës. Kishim ujë të Pelen dhe Santallin 100% shqip. Mira, kemi edhe një dhuratë tjetër nga Argo Grupi. Je për roze, verë të kuqe apo sangria? Për verë të kuqe. Verë të kuqe. Ja, pra këtu e kenë babunën nga t'i ktheshi. Okej, faleminderit shumë, t'i kthesh, po. Po, u knaq me të kur shkon në Tiranë, mbledh i shoqet për një dark apo ndonjë brunch. Shikues, do të më falenderoj Jana i supit. 1, 2, 3.
Shikues, po du me falenderu Jana Isufin për grimin, ama ka bo një grim natural, dhe për këtë fënirim që kom bote Dashi Krasniqi, por edhe për mirën është për kujdesi. Po, Jana Isufi, me drejtëm më duk vetja kur më përfundoj, tash më ke bërë si nuse, do më thënë shumë bukur. Këthe u rapa flokët, edhe me shumë përkujdesje, me shumë përkujdesje, fantastike. Po du me falenderu shikues sa kollin që e kemi të palatëshëm. Do falenderosh dikë tjetër? Unë du të falenderoj ty që më thire, që më mirë pret, që më jep shumë dashuri. Edhe ngrotësi. Edhe sa shumë bune. Edhe që je një dashi vërtet. Ja, një dashi vërtet, shikues. Mere verën, patjetër. edhe po shkojmë po e pim nga një kafe, shikues, ha? Po pim kafe. Kafe, se është djel, kështu që duhet. Edhe kafe me shoqërinë. Kafe lafe. Fiks. Mere shisha, kafe lafe dhe i bëm gjithë.